Media kroate Večernji List ka shkruar sot për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Syria. Sipas kësaj medie, ky vendim i Damaskut zyrtar është një dush i ftohtë për presidentin e Serbisë për shkak të raporteve të mira ekonomike e politike në mes të Sirisë dhe Serbisë. Për Aleksandar Vučić, i cili gjatë viteve të fundit ka këmbgulur në ruajtjen e marrëdhënieve vëllazërore me Damaskun, ky hap vjen si një dush i ftohtë. Vendimi i qeverisë siriane për të njohur pavarësinë e Kosovës përfaqëson një nga goditjet më të mëdha në politikën e jashtme për Aleksandar Vučićin në vitet e fundit. Veçanërisht befasuese është që Syria në udhëheqjen e presidentit Bashar al-Assad për vite me radhë kishte refuzuar ta njihte Kosovën, kryesisht për shkak të marrëdhënieve të ngushta me Moskën dhe ndikimit të presidentit rus Vladimir Putin, shkruan Večernji List. Sipas medias kroate, Serbia, e cila nuk ka vendosur sanksione ndaj Sirisë, pavarësisht kërkesave të perëndimit, ka mbajtur marrëdhënie të mira politike dhe ekonomike me Damaskun. Së bashku me Rusinë dhe Iranin, Syria ishte ndër vendet e rralla që mbështesë të fuqishëm integritetin territorial të Serbisë, pavarësisht dhe pikërisht për këtë arsye, njohja e sotme e Kosovës nga Damasku shihet në Beograd si tradhti dhe një goditje serioze për politikën e jashtme serbe, shkruan ajo. Njohja e Kosovës nga Syria është formalizuar gjatë një takimi në Riyadh ku morën pjesë princi saudit Mohammed bin Salman, presidenti syrian Ahmad al-Shara dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ministria e Jashtme e Syrisë ka konfirmuar në një takim trepalësh se është folur për thellimin e mirëkuptimit të ndërsjellët dhe hapjen e kanaleve të reja të bashkëpunimit. Syria pret me padurim vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe zhvillimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe kulturor për arritjen e interesave të përbashkëta, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Syrisë. Në Damask, theksojnë se kjo është pjesë e një politike më të gjerë të hapjes ndaj botës dhe të forcimit të marrëdhënieve miqësore me të gjitha popujt, shkruan media kroate.